Horoskopi ditor, e hënë 17 nëntor 2025. Dashi. Sot universi ju inkurajon të përqendroheni në aftësitë tuaja të komunikimit. Mund të gjendeni në situata ku shprehja e qartë e mendimeve tuaja është parsore. Ndërsa hëna nxjerr në pa shtëpinë tuaj të tretë të komunikimit, ju kujtohet të dëgjoni me vëmendje ndërsa flisni. Një bisedë thjesht mund të çojë në mundësi të papritura. Nëse keni pasur ndonjë keqkuptim, sot është një ditë e shkëlqyer për të sqaruar ato dhe për të forcuar ato lidhje. Në frontin e karrierës, një projekt për të cilin keni punuar me pasion mund të tregojë më në fund shenja se do të realizohet. Besojini procesit dhe qëndroni të duruar. Në marrëdhënie, një mik i vjetër mund t'ju kontaktojë papritur, duke ju sjellë kujtime të bukura. Përqafojeni këtë energji nostalgjike dhe lëreni të pasurojë të tashmen tuaj. Shëndeti juaj është i qëndrueshëm, por merrni në konsiderat të filloni një regjim të ri fitnesi ose të bëni një kontroll të vonuar. Financiarisht, hapat e kujdesshëm sot sigurojnë një të nesërme më të sigurt. Përshtatni veprimet tuaja me qëllimet tuaja afatgjata. Demi. Energjia kozmike e sotme ju fton të rishikoni rutinat tuaja. Yjet inkurajojnë inovacionin në zakonet tuaja të përditshme, duke ofruar hapësirë për rritje personale. Ndërsa Venusi vallëzon në shtëpinë tuaj të 6 të punës dhe shëndetit, do të gjeni kulmet e produktivitetit kur të futni një element të ri në rutinën tuaj. Idetë e freskëta favorizohen tani. Prandaj mos u nguroni të propozoni ndryshime në punë ose në projektet tuaja personale. Në dashuri, një partner mund të sugjerojë përvoja të reja që ju afrojnë, duke forcuar lidhjen tuaj emocionale. Jeni të hapur për të eksploruar së bashku. Financiarisht, është një kohë e kujdesshme për të rishikuar buxhetin tuaj. Rregullime të vogla mund të çojnë në një harmoni më të madhe fiskale. Nga ana shëndetësore, provoni diçka të freskët, ndoshta një klasë të re joge ose një dietë mesdhetare. Trupi juaj do t'ju falënderojë për ndryshimin ushqyes. Nga ana shoqërore, rilidhja me dikë nga e kaluara juaj mund të ofrojë perspektiva ndriçuese. Sot ofron një terren pjellor për mbjelljen e farave të suksesit dhe kënaqësisë së ardhshme. Binjakët. 17 nëntori sjell një shpërthim kreativiteti dhe frymëzimi. Fal ndikimit të Merkurit në shtëpinë tuaj të 5. Jeni plot ide, duke e bërë këtë një ditë ideale për të marrë me projekte të reja ose për të eksploruar përpjekje artistike. Sharmi juaj është i pandalshëm sot, duke tërhequr njerëz që mund të ofrojnë mbështetje dhe entuziazëm për ëndrat tuaja. Ky është gjithashtu një moment i përsosur për të rregulluar marrëdhëniet ose për të forcuar lidhjet. Shprehjet e sinqerta të dashurisë do të priten mirë. Sa i përket karrierës, mendoni në mënyrë krijuese. Një zgjidhje unike mund t'i bëjë përshtypje e prorëve tuaj. Mbani syt hapur për shenja që mund të sinjalizojnë një ndryshim pozitiv në situatën tuaj financiare. Në dashuri, natyra juaj lozonjare dhe flirtuese mund të bëjë hapa të rëndësishëm në marrëdhënien tuaj. Për beqarët, një takim i rastësishëm mund të ngjallë një interes të papritur. Mos harroni të kaloni kohë duke u kujdesur për veten shpirtërisht, ndoshta përmes meditimit. Sa i përket shëndetit, balanconi stimulimin tuaj mendor me aktivitetin fizik për të ruajtur harmoninë. Përqafoni energjitë dinamike të sotme me krah hapur. Gaforria. Sot yjet hedhin dritë mbi jetën tuaj në shtëpi dhe familjare. Ndërsa hëna kalon në shtëpinë tuaj të 4. Ju nxiteni të kërkoni rehati dhe qetësi në një mjedis të njohur. Është një ditë e shkëlqyer për të ushqyer lidhjet me të dashurit, ndoshta duke gatuar një vakt të veçantë ose duke organizuar një takim të vogël dhe intim. Lidhjet emocionale forcohen përmes komunikimit të sinqertë dhe aktiviteteve të përbashkëta. Profesionalisht, shfrytëzojeni ditën e sotme për të planifikuar dhe organizuar në vend që të bëni lëvizje drastike. Qartësia do të vijë nga përgatitja. Financiarisht, rishikimi i buxhetit tuaj mund të zbulojë mundësi kursimi të anashkaluara. Në marrëdhënie, mbështetja e një partneri do të ndihet veçanërisht qetësuese, duke përforcuar besimin tuaj të ndërsjellë. Gaforja e vetmuar mund të gjejë paqe në ritualet e kujdesit për veten ose në rikthimin e një hobi të preferuar. Nga ana shëndetësore, përqendrimi në mirëqenien emocionale është qelësi. Prandaj mos e nënvlerësoni fuqinë e një gjumi të mirë ose një momenti të qetë reflektimi. Sot, mbështetuni në ngrohtësinë e njohur dhe lejojeni atë të rimbush shpirtin tuaj. Luani. Shtrirja qiellore më 17 nëntor inkurajon vetëshprehjen dhe guximin. Mërkuri, duke ndriçuar shtëpinë tuaj të 3, i bën fjalët tuaja mjete të fuqishme sot. Angazhohuni në biseda ose prezantime të rëndësishme për të shfaqur vetbesimin dhe karizmën tuaj.
Kjo është një ditë e shkëlqyer për Luanët që të shkëlqejnë në mjediset profesionale, ndoshta duke fituar njohje për marrjen e iniciativave. Kini kujdes edhe për të dëgjuar. Komunikimi dypalë është nxit mirë kuptimin e ndërsjell. Në jetën tuaj personale, romanca nxitet nga dialogët e hapur. Shprehja e ndjenjave tuaja mund t'ju afrojë ju dhe partnerin tuaj. Për beqarët, një bisedë shakaje mund të çojë në zbulime të këndshme. Nga ana shëndetësore, aktivitetet në natyrë ose një dalje krijuese mund ta kanalizojnë atmosferën tuaj energjike në mënyrë konstruktive, duke përmirësuar si trupin ashtu edhe mendjen. Financiarisht, kini kujdes për zgjidhje krijuese për sfidat buxhetore që përputhen me vizionin tuaj të madh. Rrethi juaj shoqëror ka të ngjarë të ofrojë shpërqendrime emocionuese sot. Përqafojini këto lidhje për të fituar perspektiva të reja. Virgjëresha. Sot ka të bëjë me hartimin e strategjive dhe vendosjen e një themeli të fortë për suksesin e ardhshëm. Yjet theksojnë shtëpinë tuaj të dytë të financave, duke ju nxitur të përqendroheni në planifikimin financiar dhe stabilitetin. Një qasje e disiplinuar mund të hapë dyert për mundësi të reja që rrisin pasurinë tuaj. Profesionalisht, natyra juaj analitike shkëlqen. Është një kohë e mirë për të marrë me projekte që kërkojnë vëmendje të mprehtë ndaj detajeve. Përdoreni këtë ditë për të rregulluar, organizuar dhe për të përcaktuar përparësitë e detyrave. Në marrëdhëniet personale, një prekje praktike mund të forcojë lidhjet. Aktet e thjeshta të mirësisë dhe mirëkuptimit kanë shumë rëndësi. Kini kujdes të mos bëni supozime, qartësia në komunikim është çelësi. Në frontin e shëndetit, ndryshimet e vogla por me ndikim në stilin e jetës do të kenë një përfitim të qëndrueshëm. Merrni në konsiderat të provoni një dietë të re, të ekuilibruar ose një teknik relaksimi. Ndërsa siguria financiare është në qendër të vëmendjes, mos harroni të ushqeni spiritualitetin tuaj. Me qëllime të vetëdijshme, sot mund të vendos një ton pozitiv për javët e ardhshme. Peshorja. 17 nëntori ju fton të përqendroheni në rritjen personale dhe reflektimin. Dielli rrit shtëpinë tuaj të parë të identitetit, duke motivuar një kuptim më të thellë të dëshirave dhe ambicieve tuaja. Është një ditë ideale për vetanalizë. Merrni në konsiderat shkrimin e një ditari ose meditimin për të eksploruar botën tuaj të brendshme. Perspektivat profesionale përputhen më shumë kur e dini se çfarë dëshironi. Prandaj artikuloni qartë qëllimet tuaja. Bashkëpunimet rrjedhin pa probleme dhe diskutimet diplomatike mund të sjellin rezultate të suksesshme. Në marrëdhënie, jepni përparësi ndër veprimeve të ekuilibruara të dhënies dhe marrjes. Shprehni emocionet tuaja në mënyrë autentike për të forcuar lidhjet. Angazhimet shoqërore mund të përmbajnë surpriza të këndshme, duke ju shtyrë drejt lidhjeve të reja që rezonojnë me aspiratat tuaja. Financiarisht, vlerësoni situatën tuaj aktuale. Një njohuri e papritur mund të ndihmojë në stabilizimin e rrugës suaj. Nga ana shëndetësore, ruajtja e ekuilibrit përmes të ushqyerit dhe ushtrimeve do t'i sjellë dobi trupit dhe mendjes suaj. Përqafojeni këtë ditë si një shans për të rafinuar vizionin tuaj për jetën që dëshironi të krijoni, duke ftuar harmoni dhe prosperitet. Akrepi. 17 nëntori sjell një mundësi për vetanalizë të thellë dhe qartësi emocionale. Ndërsa hëna ndriçon shtëpinë tuaj të 12, ju jeni të thirrur të lidheni me mendjen tuaj në ndërgjegjeshëm. Puna e brendshme e bërë sot mund të çojë në njohuri të thella dhe zbulime personale. Përqafoni vetmin nëse është e mundur, duke lejuar që mendimet tuaja të rrjedhin lirshëm. Kreativiteti lulëzon përmes reflektimit dhe mund të zbuloni frymëzim të ri për projekte në vazhdim. Profesionalisht, është një ditë e shkëlqyer për planifikim strategjik. Besoni intuitës suaj për të udhëhequr vendimet. Financiarisht, merrni në konsiderat rishikimin e investimeve ose planeve të kursimit, duke u siguruar që ato të përputhen me qëllimet afatgjata. Në dashuri, inkurajoni dialogët e hapur që nxisin një kuptim më të thellë me partnerin tuaj. Beqarët mund të gjejnë lidhje të papritura përmes përvojave të përbashkëta introspektive. Nga ana shëndetësore, përqendrohuni në mirëqenie mendore dhe emocionale. Meditimi ose praktikat e shërimit me energji mund të rivendosin paqen tuaj të brendshme. Ndërsa dita zhvillohet, nderoni ndjenjat tuaja më të thella dhe besoni njohurive intuitive që dalin. Shigjetari. Më 17 nëntor, kozmosi ju fton të zgjeroni horizontet tuaja. Shtëpia juaj e nëntë, e theksuar nga tranzitet energjike të ditës, inkurajon eksplorimin dhe të mësuarit. Konsideroni të zhyteni në një temë të re, ose të planifikoni një aventurë udhëtimi që zgjeron botkuptimin tuaj.
Në mjediset profesionale, entuziazmi juaj për ide inovative do t'i bëj përshtypje kolegëve dhe e prorëve. Një frym bashkëpunuese nxit mundësi emocionuese. Jini të hapur për sipërmarrje të përbashkëta. Planifikimi financiar mund të përfitojë nga të menduarit në shkallë të gjerë. Hulumtoni rrugë të ndryshme investimi që përputhen me vizionin tuaj afatgjat. Romanca lulëzon përmes aktiviteteve të përbashkëta ose diskutimeve filozofike me partnerin tuaj. Për beqarët, një bisedë tërheqëse mund të ndesë shkëndija. Nga ana shëndetësore, aventura dhe larmia mund të rifreskojnë shpirtin tuaj. Provoni një sport të ri ose aktivitet në natyrë që ju ngjall interesin. Shijoni ditën duke eksploruar terrene të reja, si intelektualisht ashtu edhe fizikisht, dhe lejoni që dëshira juaj për njohurit ju udhëheqë veprimet tuaja drejt ndjekjeve të dobishme. Brit Sjapi. 17 nëntori thekson fokusin në karrierë dhe ambicien. Me pozicione të fuqishme planetare që ndriçojnë shtëpinë tuaj të 10. Është një kohë ideale për të bërë lëvizje strategjike drejt qëllimeve tuaja profesionale. Konsideroni se si rruga juaj aktuale përputhet me aspiratat tuaja afatgjata dhe bëni rregullimet e nevojshme. Takimet dhe diskutimet mund të çojnë në momente të rëndësishme. Prandaj paraqisni idetë tuaja me besim. Financiarisht, një qasje kujdesshme mund të ndihmojë në forcimin e pozicionit tuaj. Rishikoni planet për investime ose kursime të mundshme. Në jetën personale, balanconi ambicjet e karrierës me ngrohtësinë në marrëdhënie. Koha cilësore me të dashurit mund të ofrojë mbështetje mes nxitimi. Nga ana shëndetësore, integrimi i rutinave të strukturuara, si ushtrimet e rregullta, do të rrisë mirëqenien fizike dhe mendore. Kini kujdes të mos e ngarkoni shumë veten. Delegimi i detyrave mund të çojë në efikasitet më të madh. Ndërsa lundroni në kërkesat e sotme, mos harroni të ruani vendosmërinë tuaj të palëkundur, duke përdorur mençuri praktike për të drejtuar rrugën tuaj drejt suksesit dhe përmbushjes. Ujori. 17 nëntor ju inkurajon të përqafoni inovacionin dhe përfshirjen në komunitet. Ndikimet qiellore të ditës aktivizojnë shtëpinë tuaj të 11 të rrjedhimit, duke ju ftuar të lidheni me individ me të njëjtat mendje. Idetë tuaja unike dhe planet vizionare mund të fitojnë vrull përmes përpjekjeve bashkëpunuese. Profesionalisht, një projekt ose seminar mund t'ju prezantojë me mentor ose partner të mundshëm që përputhen me qëllimet tuaja. Financiarisht, bashkimi i burimeve me të tjerët mund të hapë dyert për mundësi që më parë nuk ishin të arritshme. Në dashuri, energjia e mirëkuptimit të ndërsjellë dhe idealeve të përbashkëta do të forcojë marrëdhëniet. Beqarët mund të gjejnë dikë të veçantë në një mjedis grupi. Shëndeti juaj përfiton nga aktivitetet angazhuese që stimulojnë si mendjen ashtu edhe trupin, ndoshta duke provuar një klasë të re ushtrimesh në grup ose një seancë të vetëdijësimi. Sot është perfekte për të parashikuar pamjen më të gjerë dhe për të ndërmarrë hapa për t'i kthyer ato ëndra në realitet. Lejoni shpirtin tuaj shpikës t'ju udhëheqë drejt arritjeve kuptimplote dhe lidhjeve mbështetëse. Peshqit. 17 nëntori ju nxit të përqendroheni në karrierën dhe aspiratat tuaja me hënën që energjizon shtëpinë tuaj të 10. Qartësia rreth rrugës suaj profesionale mund të shfaqet sot. Përqafoni mundësitë që afirmojnë talentet tuaja dhe rrisin vetbesimin tuaj. Shprehja artistike favorizohet, merrni në konsiderat paraqitjen e ideve tuaja të eprorët, pasi kreativiteti juaj pritet të marrë vlerësime. Financiarisht, rivlerësoni qëllimet tuaja dhe kërkoni këshilla nëse është e nevojshme. Ndryshime të vogla në strategji mund të sjellin shpërblime të rëndësishme. Në marrëdhënie, përpiquni për ekuilibër. Ruajtja e harmonisë kërkon dëgjim, si dhe ndarje. Bisedat me një partner mund të çojnë në një kuptim të ri, duke thelluar lidhjen tuaj. Beqarët mund të tërhiqen nga dikush që i frymëzon ambicjet e tyre. Sa i përket shëndetit, stabilizoni rutinën tuaj. Mirëqenia fizike dhe mendore përfitojnë nga ekuilibri dhe pushimi. Sot, përshtatni ëndrat tuaja me hapa praktik përpara, duke lejuar intuitën dhe kreativitetin tuaj të lindur të udhëheqin udhëtimin tuaj drejt përmbushjes dhe suksesit. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.